Thot gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith, mathalul mudmin fi hududillahi wal waqi'i fiha. Shembulli i atij i cili është çka i ruan hududet kufit e Allah subhanahu wa taala. Dhe ai i cili thot i shkel kufit e tij, është sikur shembulli i një populli apo një grup njerëzish që kanë marrë thot një udhtim me anije. Me një deti prej detnave. Edhe anija ka qenë kat-kat. Edhe normal se disa po dojnë me hinë katin ma poshtë, dhe disa ma nalë të kështu me radhë. Mirë po nuk po pranojnë, derisa thot për e ato thot qesin short me zveti se kuj po i bje me ra në kat ma poshtë e kuj ma nalë. Edhe normal u ndanë, më dhe si pas shortit ranë edhe u dakordun. Gjatë udhëtimit, këto shka ishin poshtë, ju vike ujë. U dashke saher me dalë në katë për mi, me nxjerr ujë edhe me ra pra poshtë, këto që ka ishin nalë zonën mu lodhë prej tyne. Mu dësa ditë. Vazhdimisht, po në pengojnë ju, apë me ujë, kështu. Në për neve, në për mes neve, po do të ju edhe me marrë, edhe me zbritje, me hype. E qka me bunë, thot, na, thot, e di shka poshtë, ka jemi, thot atje, thot, apë guton pe hapë, thot, një birë edhe, me pas ujë, me marrë ujë saher. Me thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu. Kjo shembulli. Thot sikur këto që janë nalë tash do të heshin me hesht. Ndaj këtij veprimi shka këto do ta marrin për me hap një birë në fund detit, në fund tanis, thot do të shkatroshin të gjithë. Mirë po thot si kur qonë dhe t'i këshillojnë dhe t'i tregojnë se kjo është ndalume, se pasaj do të shkatrohme, do të mushët anija me ujë dhe pastaj në gulfatme të gjithë, dhe do të shpetojnë ata dhe do të shpetojnë edhe këta. Pra do të shpetojnë të gjithë në anije. Kështu është shembulli i umetit tim, thot. Dhe shembulli atyre që ka urnojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja.